Kom thonë me 40 vjetë, nëse hala nuk e gjej vetën një profesion, unë e du me marë. Eksploron hala me pas e du me ju këthy studimeve. E rrugtimi jëtë spiritual, në të cilin je akoma, a përfundon kë rrugtim, pra më falë për pytjet ekstra që po të bëj, po kam shumë kureshtje me kuptu ma tepër për këtë. Qëka do me thonë rrugtim spiritual? Rrugtimi spiritual, shpirtëror është më konë vetvetja. Këtë që qëllimi është më konë vetvetja, do me thonë me ditë të egzaktësisht qka të bënë mundi mirë. Se këtë e kena një qëllim, a më nuk e jetojmë këtë qëllimin tonë. Do me thonë, më në me vdek, pa ditë për qka kena ardhë në këtë botë. E për me ditë për qka kena ardhë në këtë botë, vynë punë. Vynë punë, duhet me njoftë vetën, duhet me dash vetën, për me dash vetën duhet me kalu shumë kohë me vetën, duhet me qu në restoran vetën, duhet me qu me po anaj film, duhet me qu me pinaj kafe, ashtu kështu vetë, unë e fakti që kom uthtu vetë e që jam e panvarër prej moshës 17 vjeqare, do me thonë e kom pa që kompania e vetëme kam konë e jam. Njerëzit vinë, njerëzit shkojnë, shoqet vinë, shoqet shkojnë, kështu që nëse ti nuk ndihesh rahat me vetvetjen, ki me lyp knaqësim gjëra që jonë jashtë vetës. Ose më pare, ose më materiale, ose ki mu kap më qato. E spiritualiteti është që një me më konë me arë një vedije, ku te mush është qash shumë brenda vetës, sa që ke këto sane eksteriore nuk të bojnë përshtypje, nuk të përmbushen. Sa shpesh është e vajzat në Kosovë, këtë pjekurin që me dalë me pi kafe vetë. Unë nga njëherë i dëgjoj disa vajza njëra tjetërën të thonë hajde dil merëm se nuk hi vetë. Do me thonë asë rrugën deri në një lokal nuk e bojnë vetë. Edhe, besoj të ka ra me dëgju si shprejke, kur dikush kujdese shumë për vetën, edhe dënë shumë vetën, flet me admirim për vetën, që duhet ta bëj se cili. Normal. është kjo shprejke i pas ka hy vetja në qef. Qa me ndonë ti? A ke rastet të tila të vajzave që ndoshta sa her ke shku, ke mungu disa vite në Kosovë, ke vrejt një lloj ndryshimi për të mirë në këtë aspekt? Unë ke qëllimi është pjesëtar të familjes, edhe ata mundi të lirë, aten që me dash vetën, edhe mos me pas qëtësen që do gjithëshysh më konë me dikën, ose do gjithëshysh dikush me më pranu. Të momentin që e vetvetja të vetë kemi, vetë njerëzit e dur kanë me të ardhë. Kështu që nuk është që është e vërtet që zakonisht jena pak ma shumë të kompleksume. Nuk ndodhë shpesh që edhe në mamin kure shojnë kafe vetë, ja bojnë t'i koke e jashtit, o i zonë, se e pse, sepse jetu pi kafe vetë. Kështu që besoj që është e rëndësishme, po nuk besoj që është kufizuse, vish me dalë kafe vetë, po tani ka mënyra tjera me mbush vetvetjen. Qka ka diçka që kishe pas qef me pa ndryshe të shosnia jonë? Të peja jo të bukur, të Prishtina, të vajzat e Kosovës, po jo vesh vajzat, mos flasim vesh për vajzat, për kjo është diçka shumë e mirë për nga ona njerëzore gjithë të cilit, pa dalim të gjinisë. Po se spiritualiteti është do me thonë me konë vetvetja, po do me thonë edhe me shprej, edhe me shprej ndjenja. Te one këto e kam një ndjenjë që qatë shumë nga kanë mësu me hesht, më s'kallëzë që si e mirë, më s'gabo me lyp ndim, aten edhe ke qka jonë temat e shëndetit me ndorë, nuk diskuton, jonë hala pak tabu, ose me shku me takuni, më konsultu me një psikolog, hala është tabu. Kështu që po mendoj që qaj kisha pas qef aten me mi hek që ato komplekse, e ato komplekse të në mendoj që tu e njoftë vetën, tu e dash vetën, do me thonë tani mu nuk tani në heq, edhe nuk në është me impresionu. Kështu që besoj që është qajë dhe pak me ndje madhësia, sepse unë do me thonë ka letë do një të rejfëll që me plët njerëz, edhe do me thonë nuk o një jetë shumë e tjesht, na esshim, unë në qytet esha dath, në klub shko isha me papuqe, as nuk dhe isha mu ly, as s'do me thonë që duhet më kujdes për vetën, po do me thonë nuk o një jetë shumë atjesht. Kisha shokin, shkoj ke përshkoj ke për familjen e vetë, qash shumë përshkoj ke për një vjetë, kishin qa me hongër. Do me thonë, u koni farë, ka pas edhe varfni, po jetën qatë varfni u koni thjesht. E këtu e kom një ndjenë që edhe kena pak qatë varfni, po edhe lypim sane që s'kan me na përmbush, edhe nuk jetojmë thjesht, lypim pak ma shumë. Kështu që ato kisha thonë atin me shiju, mu kom falendërus për çka kena, e sa ma shumë tani jena falendërus, atje që atje e kom su falendërimin, se veç ka njerë mbike me prit na i shoqe, po në nuk e prisha shoqen se e kisha detin për para, ose dhe ambientin, edhe do me thonë nuk isha në qatë pritje, se u pa.
E me prija me pas detin për para. Ndoshta edhe na e kishim Unë e qeni dritarën, vjen pluhni, i dëgjoj shumë vetë e trafikut të mërshëm e ku e di une. Po gjithsesi, unë po shpresoj shumë që të gjitha ata që po na shohin kanë me marrë si një mesazh shumë të rëndësishëm këta për veten, edhe për faktin që ndoshta me e njoft vetveten nuk është proces edhe aq i lehtë, konsideroj unë. A ka raste kur nuk ndihesh mirë me atë se si po e njeh veten, ose kur takohesh me veten tënde. Se jam krejt në fund, këta të fundit e kam, se po më thonë që i kam kalu minutat. Për me njoftu veten duhet me kuptu që na e kena vedjen, po e kena edhe nënvedjen, edhe i kena disa nivellet nënvedjes. E në që aty nivelin e nënvedjes i kena ketë traumat, i kena ketë modelet e mendimit, që na kanë ardhë prej, që i përzim ka njerë me tradita, do me thonë keq që aty i kena që ka mendojmë një me për vetën, kështu që të edhe mund është mu mundu me bo gjithë shka njetë, po ndështë ta besimi i fëmiris që nështë ta kur i ke pas 5 vjetë, nuk jenë di rahat në një grup, ti prej që ati momentit ki thonë, one nuk jam me vlerë, ose one nuk e meritoj me pas shoshni. Ti do me thonë, nëse nuk hen qatë nënvedije edhe nuk i qlirën që ato baza, ti ki me vazhdu jetën me qatë mendim, edhe nuk ki me kuptu pse kur gjë nuk po funksionan. Se nuk i shku diri të thelbi për me hek që tu me dhimet, për me thonë vetës, po, one e vlej, one e kom zu, one po du me përdor, one muj me arri diçka, une kom vlerë për me pas shoqëri, kështu që në qatë nivel trunit, a i truni është, në qatë nivel nënvedjes, truni është shumë i qeltë për sugjerime pozitive, kështu që atër duhet me thonë bash kush po do në më konë, qka po do në me thonë, qka po do me bo njetë, edhe prej që atyet me mbjell. Me fillu me ndërtu edhe me mbjellat anën pozitive. Prija ke shumë knaci me taku sot, edhe me nga danë gjithë këtë energji pozitive, dhe me njoftë ma tepër për ty të përgëzoj për gjuhën Shqipe, për ndryshe, me gjithë këtë periudhë të gjatë të mos jetuarit në Kosovë. Edhe shumë jam falenderuse për një eksperiencë të parë. Perfekte. Falenderit, më falja, më shumë jam falenderuse për një eksperiencë të parë me folk, kështu që besoj që ma heke. Kur do herë tjetër, edhe besoj shumë shpejt mundem më taku prapë për disa diskutime tjera, se e di që kemi shumë çka me fol bashkë. Falenderit që ishe. Ta duam vetëm, për përmbyllim me këtë mesazh nxjerr nga ky diskutim që pata me Melisën, Prijan, janë një emër, ide shumë i bukur për vajzën, bebin juaj që po vjen në jetë. Takojmë nesër, vazhdojmë tjeni me atë vend. Tung tung.